Nga muaj shtator, të gjithë qytetarët mbi 35 vjeç do të kenë mundësinë të përfitojnë shërbimin e check-up falas pa pasur kufizim moshor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka propozuar këtë ndryshim, ndërsa pritet miratimi nga qeveria. Kemi propozuar është heqja kufirit të check-upit, domethënë 35 e plus. Në qoftë se deri tani ishe 35 deri në 70 vjeç dhe kur ishe 71 nuk mund ta bëje dot check-upin falas, ka filluar domethënë nga shtatorin, edhe një i moshuar që është 72 ditë, mund shkoj të bëj check-upin 70, 80, 90 sa ta keni jetën. Një tjetër risi është edhe lançimi i linjës së parë të këshillimit për të moshuarit. Shërbimi i ri social synon të ofrojë të moshuarve dhe familjarëve të tyre informacion, orientim dhe mbështetje për përfitimin e shërbimeve publike. Kemi ngritur linjën kombëtare të këshillimit për të moshuarit. Është një iniciativë shumë e mirë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, pasi nëpërmjet kësaj linje ofrohet këshillim se si mund të aksesohen shërbime të ndryshme shëndetësore apo dhe sociale, në të njëjtën kohë ofrohet ndihmë në qoftë se është nevojshme sigurisht për të aksesuar edhe shërbime të tjera elektronike si në e-Albania. Po ashtu Ministria e Shëndetësisë Evi Sala bëri me dije se po punohet për ngritjen për herë të parë të shërbimit të geriatrisë në Shqipëri me qëllim ofrimin e kujdesit të specializuar për të moshuarit. Fillimisht ky shërbim do të ofrohet në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, për të ushtrim më pas edhe në rajone të tjera të vendit.